إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelaluhu, vetëm ata falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kurse salavatet dhe selamet në këtë ditë madhështore I dërgojmë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë që të jetojmë me mësimet nga I pesti I atyre 7 të lumturve të cilët fitojnë hijen e arshit të gjithë mëshirshmit në ditën ku nuk ka hije përpos hijes së tij, edhe se padyshim se I pesti I tyre është ai I cili na jetojmë dhe marrmi mësim, është ai I cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një burr të cilën e fton një grua me pozitë dhe me status të lartë dhe me bukuri, dhe ai thot inni akhafullaha rabbel alamin. Ai thot un kam frikë Allahun xhelle xhelaluhu, Zotin e botrave. Padyshim se o vëllezër, ndër fitnet më të mëdha dhe më të rrezikshme të cilët një musliman ballafaqohet në këtë jetë është fitnja dhe sprova e grave, të cilën ai nuk I shmanget kësaj sprove në çdo vend dhe në çdo kohë. Ballafaqohet dhe shoqërohet me këtë sprovë në tregun e tij, shoqërohet në rrugën e tij dhe ai ballafaqohet me këtë fitnë dhe me këtë sprovë në çdo vend të tij, edhe nëse është në shtëpi e në rrugë, edhe nëse është në celularin e tij, edhe nëse është në lajmet e tij që I lexon dhe në media, në çdo anë dhe në çdo aspekt has në këtë sprovë të rrezikshme, të cilën pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na paralajmëroi fuqishëm që na të kemi dëru nga kjo sprovë, nga kjo fitne e cila është shumë e dëmshme dhe shumë e rrezikshme për burrat, ashtu sikur që na lajmëroi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Usama ibn Zaidi radhiyallahu anhu, I cili tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala ar-rijali min an-nisa. Nuk kam lënë fitnë, sprovë dhe tundim më të dëmshëm për burrat pas meje se sa gratë. Edhe këto e dëshmon ajeti Allahu xhelle xhelaluhu në suratu Ali Imran, që Allahu xhelle xhelaluhu tha zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa'i wal-banin wal-qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal-fiddati wal-khayl al-musawwamati wal-an'ami wal-harth dhalika mata'u al-hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, ju është zbukuruar juve dhe ju është stolisur për njerëzit, është zbukuruar dëshira e dashuria e sendeve të cilët janë të këndshme. Ju është zbukuruar, tha Allahu xhelle xhelaluhu, për njerëzit dashuria e gjërave të cilët janë kënaqësi të kësaj bote. Dhe e radhiti Allahu xhelle xhelaluhu të parën si dëshirë dhe kënaqësi, që është e kësaj bote, gratë e pastaj fëmijët, pastaj grumbullin e pasurisë
nga ari dhe argjendi, pastaj tha një kal i mirë i bukur, pastaj i bagëtit, dhe pastaj një are lavruar, dhe të gjitha i të bëj, tha Allahu xhelexhanu, këta janë kënaqësia e kësaj bote. Dhe se pa dyshim se Ibn Kathir rahimullah na tregoi o vëllezër, sepse Allahu e filloi që të na tregon se nga kënaqësia e kësaj bote që radhiti e para, që Allahu e stulisi që nga natyrshmëria e njeriu, që njeriu anon dhe e don ato, fillimi nga më të rrezikshme të llojeve të kënaqësive, tha janë gratë, dhe i filloi duke i cekur gratë, të cilët janë shkak dhe është problematike dhe është sprovë që ti më shpejt që mund të bish në haram bjen në këtë sprovë dhe mund të tundisesh e të humbish pastaj e të qorrohesh e të bish në haram, për shkak se është një nga sprovat e rrezikshme. Sikur që ceku dhe Imam Kurtubiu rahimullah tha është vetë nefsi i cili anon nga to edhe të bën që të bish deri në haram. Ceku Mubarak Furi rahimullah, i cili tha se është nga natyrshmëria e njeriut që ato të anojnë ka grave, edhe për shkak të grave dhe fitnes dhe tundimit të tyre a i bjen në atë haram. Për shkak sprovës së grave të bjesh deri në haram, dhe shkaku i fitnes dhe tundimit të grave ndodh që të bish dhe në konflikt, ndodh tha që të bish dhe në deri në armiqësi dhe në mbytje dhe në shkatërim të një individi apo një shkatërim të një fisje të humbet, edhe të ndodh një shkatërim i madh derisa kjo e frigu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam shumë o vëllezër, që mos të ndodh të shkatërohemi na ashtu sikur që ndodhi e u shkatëruan popujt para nesh, të cilët u sprovuan me fitnën e parë që ju ndodhi atyre dhe ishte fitnja e parë nëpërmjet grave. Dëgjoni se çka na transmeton Imam Muslimi nga Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Inna dunya hulwatun khadira." Dijeni se me të vërtet dunjaja është e ëmbël dhe është e gjelbër. Dhe Allahu xhelexhelaluhu ju ka vendosur zëvendës në to që të shikon kush, çka dhe si do të vepron në to. Tha fattaqu dunya wattaqu nisa. Dy gjëra na porositi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që na të kimi dro dhe të ishmangemi atyre dhe të ruhemi nga to. Tha kini kujdes dhe ruhuni nga kjo botë dhe ruhuni nga gratë. Për arsye se fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa. Tha fitnja e parë, tundimi i parë i bani Israileve ishte përmes grave. Fitnja e parë, sprova e parë ishte te gratë. U shkatëruan ai popull që u sprovuan me sprovën e rëndë, cila është e rrezikshme, ishte sprova e grave. E mu për atë vëllezër, na si besimtar duhet të marrëmi këtë mësim dhe këtë paralajmërim të fuqishëm të dashurit ton sallallahu alaihi wasallam, që na adhuroi dhe na të i ruhemi sprovës së rrezikshme që na shkatërron. Ajo është sprova dhe fitnja grave. Lutim Allahun xhelexhau që Allahu të ruan rinin ton dhe të na ruan neve gjithë nga kjo fitnë dhe nga kjo sprovë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفاء وبعد. Të nderuar vëllezër, për shkak e rrezikshmërisë së madhe të kësaj fitne dhe të kësaj sprove, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na dhuroi një shembull. Transmeton Imam Muslimi nga Ebu Said el-Khudri radiallahu anhu, i cili tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Kanat imra'atun fi bani Israil qasira." Ishte një grua te bani Israilet e shkurt, tha, e cila ecte me dy gra tjera të gjata. Fattakhadhat rijlaini min khashab. Tha pejgamberi selam dhe ajo mori dy kom nga drurët. Në transmetimin e Ibn Hibbanit, tha fattakhadhat laha na'layn min al-khashab. Tha i mori dy nalle të saja nga druri për të ngritur ajo më e lartë.
edhe për të u bë më e lartë së bashku me ato dy shoqet e saj të cilët ishte dhe shoqëroi. Tha dhe pastaj e kishte një unos të arit, e cila ishte mbyllur e dhendur fort për të futur në to diçka dhe mbyllej, ajo futi në to misk, i cili është një parfim nga parfimet më të mirë që e cilësoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj ajo kur doli tha me këto dy shoqet e saja, edhe me këto nallet e drunit të cilët i patë rritur që të rritet me to, e ajo të mburret krahas shoqeve të tyre kur kalon të tha pran burrave dhe pran tubimeve, e shkun të dorën e saj që të përhapet era e parfymit, e të tërheq shiqimin e burrave, e të tërheq shiqimin edhe të tërheq vëmendjen e burrave që të shiqojnë nga ajo. E kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon o vëllezër se ishte shkak i kësaj fitne që ja deri ku të çon tundimi i grave, edhe pse nuk ishte në gjendjen e vëmendjes, por fitnja, zbukurimi, stolia, e cila ishte shkak për të tërhequr vëmendjen që të arrit së bashku me ato dy shoqet, që ajo t'ju livdrohet shoqeve se mu më shikojnë burrë, edhe të parfimoset, edhe kjo ndodh dhe në mesin ton për fat të keq këtë të cilën e shohim me ato shtiklat e mëdhaja e të gjata. Kjo ka filluar që herët o vëllezër, siç e thekë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që nga kjo gruaja e Beni Israileve, që kjo shkak që i bonte njerëzit që të tërheq shiqimin e tyre dhe vëmendjen e tyre, edhe gjithashtu të përhap erën e aromës, që të lyhet me erë të aromës gruaja, e të del të kalon në mesin e burrave, e të ndoshta dhe e helmon cella një mahall nga erën të cilën e bën, harron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilën e transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, gjithashtu dhe Imam Nesaiu, thas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat, cila do grua e cila parfimoset dhe pastaj ajo del dhe kalon në për një popull, në për burrat, që ato ta nuhasin erën e saj, fehi e zënje, ajo është imorale, është zinaqare. Pra jo në kuptimin se zinaqare, por në kuptimin se ajo bëhet shkak që njerëzit ta shikojnë, të nuhasin erën e saj e të bëjnë zina me sytë e tyre. Të dalësh e parfimosur dhe të kalojsh në përmesin e burrave, le të dinë se cila muslimane se e ki të ndaluar dhe bëhet shkak që të tërheqish shiqimin e burrave që të shiqojnë e të bëjnë haram vetëm për shkak parfimit tënd të cilën ti je parfimosur dhe për shkak shtiklave tua të mëdhaja të cilët dëshiron që ti të ngritesh lart e të i tërheqish vëmendjen dhe shiqimet e njerëzve ku për fat keq o vëllezër në këtë kohë ka arritur më fitnja deri në atë pikë që të bën më edhe atë e cila nuk ka vlerë, tash me ndërhyrje mo e bojnë që të ketë vlerë e të tërheq shiqimin e njerëzve edhe atyre të cilët nuk dëshirojnë as të bien në fitne, e kjo me të vërtetë se është padyshim nga hapat e shejtanit, se shejtani nuk fillon direkt e madhja, por fillon nga hapat më të vogla. Fillon një herë nga shiqimi, e pastaj pëlqimi, pastaj mendimi, lidhja, e derisa të futesh në haram, e kur të fut në haram, pastaj çka të duhet o vëllezër që ta humbish as problemin më të madh, e të jesh nga ata të cilët strehohesh në ditën e hijen e arshit të Allahu xhel xhelalu. Lusim Allahun xhel xhelalu që Allahu të mbron të rejat tona dhe të rit ton nga fitnja dhe nga sprova dhe nga tundimet. Lusim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na ruan nga çdo fitnë e rrezikshme që na kanoset. Lusim Allahun xhel xhelalu që Allahu të na drejton në rrugën e tij dhe të na ruan dhe të na fut në xhenetin e tij. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa aqimus salat.